Siç po e shihni, ky është aksioni i radhës i organizatave të shoqërisë civile, me cilin përmes këtij aksioni protestues ne po shfaqim pak kënaqësitë tona lidhur me mos konstituimin e kuvendit edhe gjatë kësaj dite me 6 do të vazhdoj rutina e njëjtë, seanca e 37 do të mbahet dhe vazhdojmë të kemi një blokadë nga gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës. Si organizata shoqërisë civile, në të kaluarën e kemi pas edhe një performancë, kemi mbajtur takime me partitë politike dhe kemi shpreh shqetësimet tona për mos funksionalizimin e kuvendit të Kosovës. Dhe ky do të jetë aksioni i vazhdueshëm nga sot deri tutje në çdo të dytën ditë, siç do të vinë edhe deputetët në kuvend, edhe ne do të jemi këtu për të kundërshtuar blokadën që është krijuar nga partitë politike dhe nga deputetët e zgjedhur në zgjedhjet e 9 shkurtit. Eugen? Ajo çfarë po shohim është që ndonse për gjithë qytetarët, për publikun në përgjithësi, kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijtë e normales dhe është bërë boll, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona, të vetmëve që nuk po bëhet vonë e nuk është bërë boll, duket që janë deputetët e kuvendit, cilët me një papërgjësi të plot janë duke trajtuar situatën aktuale si diçka të zakonshme, ndonse situata nuk është e tillë, dhe që tashmë kuvendi shndruar në një cirk të demokracisë i cili po vazhdon me shfaqjen e njëjtë tragjikomike, ku çdo 48 orë deputetët mblidhen për disa minuta punë dhe ndonse po shohim që të njëjtëve pagat po ecin, puna e tyre e marrë së bashku që nga momenti kur është duke u tentuar që të konstituohet kuvendi, mezi arrin 2 orë të plota efektive pune. Prandaj, ne si organizata të shoqërisë civile besojmë që është koha e fundit që deputetët i thrasin arsyes dhe që të njëjtit të arrin që të kenë një marrëveshje politike, e cila normalisht është përgjegjësi kryesore e partisë fituese të zgjedhjeve, e cila ka barrën më të madhe të përgjegjësisë, në mënyrë që kjo krizë të marrë fund. Dhe së dyti, qëndrimi jonë si organizata të shoqërisë civile është që as gjykata kushtetuese nuk mund ta zgjidhë këtë ngërç, për shkak se problemi kryesor në situatën e tanishme është mungesa e vullnetit politik e jo i mekanizmave procedurale ligjor. Dhe edhe po të ketë vendim të gjykatës kushtetuese në raport me ankesën e cila është duke u trajtuar, prap do duhet që deputetët të tregojnë vullnet politik për të tejkaluar inatet e tyre, e që këtu normalisht barrën më të madhe e kanë edhe liderët e partive që janë ata të cilët duke që e kanë vendimarrjen dhe që në disa raste i kanë shndruar deputetët edhe vetëm në numra të votimit.